Shikues të nderuar, përshëndetje. Po i ndërpresim këtu transmetimet tona për të vijuar me të tjera transmetime maraton lidhur me çastin e shumë pritur të pavarësisë së Kosovës. Përpara se të kemi lidhjen direkte me gazetaren ton të dërguar atje, le t'ju njohim një herë me atmosferën në qytetin e Fierit. Ndjekim kronikën dhe kthehemi. Atmosfera e pavarësisë së Kosovës. Kuptohet që qyteti i Fierit është një popullsi heterogjene dhe si të tillë janë më shumë se 11.000 kosovarë, nga të cilët gjysma janë nisur në udhëtimin për në Kosovë, dhe do të sjellin në këtë qytet një Kosovë të lirë, sovrane dhe të pavarur. Që në orët e para të mëngjesit të sotëm, qyteti i Fierit ka qenë i veshur me velin e festës dhe siç e keni parë edhe nga pamjet kanë qenë banderolat, stimujt, flamujt kombëtar, të cilët simbolizojnë se gjithë qytetarët fierak e mbështesin fuqishëm popullin vëlla kosovar për pavarësinë e shpejtë. Kuptohet që do të jetë dita e sotme dhe ora 15, ajo që do të vendosë fatin e pavarësisë së Kosovës, do të jetë pra dita dhe ora e madhe. Siç e kanë dhënë dhe agjencitë e huaja, janë 4 shtete të parat nga 20 të tilla të Bashkimit Evropian që do ta njohin që nesër pavarësinë e Kosovës. Dhe është pikërisht Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia, të cilat janë shprehur se do ta njohin pavarësinë e Kosovës duke filluar që nga dita e nesërme. Televizioni Apollon ka qenë një nga televizionet në ndjekje të kësaj feste jubilare, kësaj feste e cila tregon më shumë se kurrë fillin e luftës shumë vjeçare për një nëvësi, pas asaj të vitit 1912. Dhe sa për pak histori, Kosova e cila do të shpallë sot pavarësinë e saj përgjatë gjithë historisë së saj në këtë territor kanë mbijetuar dhe e kanë mbajtur në kontroll herë shqiptar dhe herë serb. Ka qenë shekulli i 12 kur Kosova është gjendur në zemrën e perandorisë serbe, në të cilën mbretëron edhe dinastia e tyre. Ndërtohen edhe manastire dhe kisha të shumta të cilat do t'ja shpërfytyronin historinë Kosovës. Le të mbërrim në vitin 1389, disfate serbëve përballë perandorisë osmane në betejën e Fushë Kosovës. Fillon këtu edhe sundimi turk për disa shekuj, i cili prish ekuilibrin etnik në favor të muslimanëve dhe të shqiptarëve. Për të zhvendosur më vonë në vitin 1913, Serbia rimerr kontrollin e Kosovës pas luftrave të shumta ballkanike. Në vitin 1946, Kosova bëhet pjesë e Federatës Jugosllave të komunistit Josip Broz Tito. Në vitin 1987, gjatë një vizite në Kosovë, Slobodan Milošević pozicionohet në mbrojtje të serbëve të Kosovës. Për të vijuar me vitin 89, ka qenë pikërisht Milošević, ai që ka rishikuar kushtetutën serbe, ka kufizuar gjerësisht autonominë e Kosovës. Për të zhvendosur mëtej në vitin 1992, kur Ibrahim Rugova është zgjedhur i pari president i këtij vendi. Ai ka bërë kështu rezistencë paqësore për të arritur në shpalljen e pavarësisë së Kosovës, duke krijuar edhe institucionet paralele të saj. Vitin 97, siç njihet në historinë e shkruar dhe të pashkruar të shqiptarëve, formohet edhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës, e njohur ndryshe UÇK, e cila ka organizuar luftën kundër forcave serbe. Në vitin 1998,
Në muajin pikërisht shkurt dhe mars, forcat e Miloševićit kanë sulmuar ushtrinë që ne sapo përmendëm më lart, pra UÇK-n. Në luftime janë vrarë dhe kanë mbetur të vdekur më shumë se 10.000 shqiptar. Vitin 99, kur u duk se një faqe e re do të dilte në horizont. Ka qenë 10 qershori, Beogradi, i detyruar nga goditjet e forcave të NATO-s, ka tërhequr forcat e tij nga Kosova, e cila vjet në dispozicion dhe në protektoratin e OKB-s dhe të NATO-s. 11 qershor, afro 200.000 serb dhe banor të tjerë jo shqiptar janë larguar nga Kosova dhe mijëra kosovar janë shpërngulur nga vendi i tyre për të vendosur mëtej në qytetet shqiptare. Ndërto ka qenë dhe Fjeri dhe Vlora një stre për ta. Në atë pranverë të vështirë për kombin shqiptar, qyteti i Fjerit dhe qyteti i Vlorës u shndrua në një vatër ku i strehoi këta familjar, në të cilët ishin fëmijë dhe mosha të treta më së shumti. Për të vijuar mëtej me vitin 2004, ka qenë muaj mars ku mbahet mend edhe kryengritja e madhe anti-serbe, 19 të vdekur dhe më shumë se 900 të plagosur të mbetur në fush. Viti 2005 do të shënonte një tjetër kthes në parlamentin e Kosovës. Ka qenë pikërisht ky parlament i cili ka miratuar rezolutën për krijimin e një shteti të ri, të pavarur dhe sovran. Në muaj dhjetor të këtij viti, i dërguari i OKB-s Marti Ahtisaari ka filluar një mision për statusin përfundimtar të Kosovës, për të vijuar mëtej me vitin 2006. Ka qenë pikërisht 21 janari, kur Ibrahim Rugova ka ndëruar jetë dhe në vend të tij ka hyrë Fatmir Sejdiu, pra në politikën e hidhur të Kosovës. Dhe në 20 shkurt po të këtij viti, kanë filluar në Vjenë negociatat për statusin e Kosovës mes serbëve dhe popullit shqiptar. Ka qenë viti 2007, i cili mendohet se e çoi në rrugë të mbar pavarësinë dhe lirinë e Kosovës, dhe 26 janari, kur Marti Ahtisaari ka paraqitur një plan për pavarësinë e saj, gjithmonë në mbikëqyrje ndërkombëtare, në 26 mars të vitit 2007. Amerikanët dhe evropianët kanë mbështetur planin e Ahtisaarit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ndërsa Rusia ka mbështetur Serbinë dhe ka kundërshtuar këtë plan. Do të zhvendosemi mëtej në 20 korrik të këtij viti. Për shkak të mospranimit të rusëve, grupi i kontaktit SBA, Rusi, Francë, Britani e Madhe, Gjermani dhe Itali kanë ngarkuar një treshe, një Amerikan, një Rus dhe një Evropian, për të gjetur më pas një kompromis midis serbëve dhe palës shqiptare, por asgjë nuk ka rezultuar e tillë, siç e njohim të gjithë pra historinë dhe përpjekjet e shumë fishta të shqiptarëve dhe të serbëve në atë kohë. Ka qenë 10 dhjetori kur Trojka ka konstatuar edhe dështimin e negociatave që sapo përmendëm më parë, dhe viti 2008, pikërisht dita e sotme 17 shkurti, Parlamenti i Kosovës do të shpallë pavarësinë e saj dhe do të jetë ora 3, ajo që do ta mbledh Parlamentin e Kosovës për të vijuar mëtej me një liri dhe me një shtet më vete. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish këtu me informacione të tjera. Intel Media, një dimension i ri i komunikimit dhe teknologjisë tani edhe në Fier. Aplikimi i fibrave optik Dhe jemi rikthyer sërish këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Pas pak ju ftojmë që të ndiqni portretin e një prej personazheve kryesore të historisë kosovare, dhe është pikërisht Hashim Thaçi, ish komandanti i UÇK-s, i cili është tashmë një nga politikanët më të rëndësishëm. Ta ndjekim.
Hashim Thaçi, kryeministri i Kosovës, është një politikan i dalë nga radhët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, UÇK. Hashim Thaçi, 39 vjeç, u shfaq në skenën politike në vitin 1998 në krye të UÇK-s që luftonte kundër forcave serbe gjatë luftës 1998-1999 dhe brenda së cilës njej me nofkën Gjarpri për shkak të aftësisë për të shpëtuar forcave serbe që ishin vënë në kërkim të tij. Ai ka lindur në 24 prill 1968 në fshatin Mbrocna të zonës së Drenicës, qendër e Kosovës, djep i përpjekjeve shqiptare për pavarësi dhe ka marrë pjesë në rezistencën pasive ndaj autoriteteve të Beogradit që në fillim të viteve 1990. Por i bindur se politika e rezistencës pasive e ish presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova nuk do të jepte asnjë rezultat, ai vendosi së bashku me disa komandantë të tjerë të ardhshëm të rezistencës armatosur të krijonin UÇK-n, që i forcoi radhët e saj në vitin 1997. Në maj të 98-s, ajo kontrollonte 1/4 e territorit të Kosovës. Thaçi kishte marrëdhënie të ftohta me Rugovën, me të cilin nuk u takua asnjëherë kokë më kokë. I dënuar në mungesë me 22 vite burg për terrorizëm nga një gjykatë serbe, veçanërisht për sulmin në maj të 93-shit kundër një patrulle të policisë serbe, ai u strehua në Zvicër, ku përfundoi edhe studimet për shkenca politike. Hashim Thaçi u shfaq në skenën politike në konferencën e paqes të Rambujës në vitin 1999, ku me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës u shfaq si shefi i negociatorëve shqiptar. Autoritetet serbe që e konsiderojnë si terrorist refuzuan për një kohë të gjatë të komunikonin me të. Në qershor të vitit 2003, ai u ndalua në aeroportin e Budapestit për pak kohë, mbi bazën e një mandat arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Beogradi, por u lirua menjëherë pas ndërhyrjes së misionit të OKB-s UMNIK në Kosovë. Gjatë konfliktit 98-99, ai zgjidhet kryeministër i qeverisë së përkohshme të Kosovës. Gjatë vendosjes së UMNIK-ut ai u zgjodh antar i Këshillit të Përkohshëm Administrativ. Pas krijimit të PDK-s, Thaçi, duke vazhduar luftën e tij për një Kosovë të pavarur, bëri shumë herë thirrje për dialog me Beogradin dhe është pro tolerancës etnike. Fitoria e partisë së Thaçit në zgjedhjet e Kosovës erdhi në momentin kur serbët dhe shqiptarët e Kosovës po negocionin për statusin përfundimtar të vendit, bisedime që përfunduan pas një rezultat dhe që i hapën rrugën shpalljes së njëanshme të pavarësisë. Pra jemi kthyer sërish, siç dihet dhe siç është bërë e njohur jo vetëm nga televizioni Apollon, po nga të gjitha mediat kombëtare dhe ndërkombëtare, nesër, pra ditën e hënë pas shpalljes së pavarësisë, janë më shumë se 20 vende të Bashkimit Evropian, të cilat do ta njohin shtetin e Kosovës si shtet të pavarur, dhe është pikërisht Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia ato të cilat do ta njohin që ditën e nesërme në mëngjes. Fuqitë e mëdha, siç ishin shtetet që ne i përmendëm pak më lart, mund të njohin pavarësinë e Kosovës pas takimit të shefave të diplomacisë së BE-s, ndërsa atyre do t'ju bashkangjiten edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ju referuar burimeve diplomatike. Një qëndrim të tillë nuk e mbështesin 6 vende të Bashkimit Evropian, dhe ato janë, siç e dini, Bullgaria, Spanja, Rumania, Greqia, Slovakia dhe Çipro. Në takimin e së hënës, Bashkimi Evropian do të konstatojë se në Kosovë ka patur një qëndrueshmëri përballë asaj paqëndrueshmërie të shteteve siç është edhe Rusia. Ndërkaq që Kuvendi i Shqipërisë ditën e sotme pas shpalljes së pavarësisë njoftojmë se do të ketë një seancë të jashtëzakonshme ku do të flasë dhe do të përcjell shpalljen e pavarësisë në Kosovë. Pra do të jetë një paralele ndërmjet shtetit kosovar dhe atij shqiptar për një mbështetje, sepse siç u shpreh dhe kryeministri, Tirana zyrtare do të jetë para ajo që do ta njohë sot. Seanca parlamentare në Kuvend, pra siç ju thash, do të mbahet në orën 14:30 pas pak, dhe do të përcillet nga afër tek të gjithë shqiptarët emocioni që do të ndjehet me rastin e madh të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Është kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli, e cila ka vendosur thirrjen e Kuvendit në këtë orë vetëm 30 minuta para seancës së jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës.
ku do të lexohet edhe votohet deklarata e pavarësisë. Të ftuar në këtë seancë të hapur mësohet që do të jenë jo vetëm deputet, por do të jenë edhe intelektual të thjesht, artistë dhe njerëz të shquar të gjitha fushave. Ndërkaq ne do ju njohim me një material që ka mbritur nga qyteti i Vlorës dhe pikërisht nga gazetari Vangel Sako, i cili bën një rezume të gjitha viteve dhe të gjithë panoramës së hequr që nga kosovarët që u shpërngulën nga Kosova në 99 dhe deri në ditën e sotme. Mira kosovarë u shpërngulën me forcë nga vatrat e tyre në pranverën e vitit 99. Ata gjetën stre dhe ngrohtësi në Vlorë, qytetin e flamurit dhe të pavarësisë, për të cilat edhe ata kishin ndërruar dhe luftuar aq shumë. Në ato pranverë të vështirë për kombin shqiptar, Vlora u shndrua në një vatër ku dimensionet e vllazërimit ishin po aq të gjalla dhe të prekshme sa edhe në vitet e pavarësisë. Prej disa ditësh, Vlora ka hapur dyert dhe zemrat për të ardhurit nga Kosova. Pjesë e jetës së përditshme të qytetarëve janë tregimet për Kosovën dhe kosovarët, që të dëbuar forcërisht nga regjimi i Miloševićit u nisën drejt qytetit bregdetar të Vlorës, pa harruar këtu dhe qytetin e Fierit. Por Vlora mbaj dhe vazhdon të jetë simbol, pasi dhe ngritja e flamurit kombëtar të pavarësisë u bë në këtë qytet. Vlora i ka pritur të ardhurit nga Kosova jo thjesht si miq që vinin së largu, por shumë më tepër si vëllezër që për të shpëtuar mizorive serbe kishin lënë vatrat e tyre, shtëpitë e tyre, djersën dhe mundin e tyre. Vetëm një qytetar vlonjat ka strehuar në shtëpinë e tij një familje intelektualesh nga Gjakova, e cila përbëhej nga gruaja, mësuesja e djalit, burri i tyre, një ish punonjës në sektorin e tregtisë së jashtme të ish Jugosllavisë dhe djali i tyre. Fisnikëria u reflektonte në të gjitha tiparet dhe gjestet, në buzëqeshjen e lodhur nga rrugtimi i gjatë. 3 ditë e net kishin udhëtuar për të mbritur në Shqipëri. Ata vetë u shprehën në ato vite të lodhshme për ta. Na ngritën nga gjumi në orën 4 dhe na nxorën përjashta nga shtëpitë tona në nënkërcënimin e armëve, ka treguar zonja e shtëpisë, e cila mbante emrin Eka. Së bashku me bashkëshortin e saj, i cili ka qenë gjysmë i paralizuar, ata shpresonin të ktheheshin një ditë shumë shpejt në vendlindjen e tyre, prandaj dhe gëzoheshin teksa u thoshin për sulmet e NATO-s, mund të njohin edhe zhvillime të reja, të cilat i prisnin nëpërmjet ekraneve të televizioneve tona. Por edhe janë trishtuar në atë kohë njëkohësisht, kur risillej në kujtesën e tyre çasti nga dita e tmerrit. Kunatin, vëllan e burrit, e kallën e dogjën të gjallë brenda shtëpisë vet, vazhdon të tregojë njëra prej këtyre personazheve, të cilat në atë kohë u kthyen vërtet në personazhe filmash. Ndërkaq dikush tjetër tregon se ata ishin të mrekulluar nga pritja e shkëlqyer e vlonjatëve, pra e qytetarëve shqiptar, të cilët shpeshherë kanë treguar që janë vëllezër të mirë dhe din të tregojnë mikpritjen e tyre, ashtu sikur se bën dhe në vitin 99 për vëllezërit tanë kosovar. Ata kanë nxituar të mbërrinin në banesat modeste, shprehet ajo, ku mund të bënin një dush, të hanin një drekë të pastër e të qetësoheshin disi, gjithmonë duke projektuar ditën së bashku me vëllezërit kosovar. Por nuk harronin të shprehnin me njohjen që u ripërtëriu shpresën për jetën, e cila mund të vazhdojë edhe pas kësaj. Gjithsesi, ne për të vijuar me të tjera informacione po nga qyteti i Vlorës, duke qenë se informacionin që na ka dërguar gazetari ynë është shumë i gjatë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare. Në këtë
nderuar shikues, jemi kthyer sërish bashkë për të vazhduar më tej me materialin që lançuam pak më parë pra nga qyteti i Vlorës. Kanë qenë ngjarje që ne përmendëm pak më parë përpara hapësirës publicitare, ato që kanë krijuar një lidhje të fortë mes qytetarëve fierak, vlonjat dhe të mbar Shqipërisë me ata kosovar. Këto lidhje miqësore vazhdojnë edhe sot. Mjaft qytetar nga Vlora dhe nga Fieri mbajnë kontakte të rregullta me ata që strehuan në pranverën e vitit 99, duke shkëmbyer vizita të ndërsjellta me të. Tani në prag të pavarësimit të Kosovës, vlonjatët dhe fierakët, si dhe qyteti i Lushnjës, ndihen po aq të gëzuar sa edhe vëllezërit e tyre. Një ditë më parë, disa dhjetra qytetarë privatisht janë nisur drejt Prishtinës, ndërta dhe rreth 6.000 kosovar nga qyteti i Fierit, për të qenë atje në evenimentin më të madh të shqiptarëve pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1912. Në qytet, gjithandej në Shqipëri, ndihet atmosfera e festës. Ka nisur të montohet një dekor që është i formatuar kuqezi. Pavarësia e Kosovës duhet të ndihet edhe këtu, po aq sa edhe në Prishtinë. Kështu janë shprehur qytetarë nga të gjitha anët e Shqipërisë. Përgatitje tashmë ka nisur. Prefekturat, bashkitë e qyteteve të ndryshme kanë hedhur së bashku programin e ditës së sotme dhe sheshi i flamurit dhe sheshet qendrore të qytetit do të shëtin nga lajmi i madh i pavarësisë. Ndërkaq ne ju ftojmë të ndiqni një reportazh në siglën Jasharët, historia e një qendrese. Sa herë që rrezikohet liria, njeriu duhet të kujtojë Drenicën. Sa herë që na kapelon dobësia njerëzore, duhet të marrim fuqi nga dheu i drerave. Sa herë që përgjunjemi e likështohemi si shqiptar, na pret një truall i shenjtë që na ndihmon të ngrihemi përsëri në këmbë e të shohim nga drita. Se Drenica e Jasharëve është drita e lirisë kosovare, drita e përtrirjes shqiptare. Ky është një nënshkrim, një vizitor anonim të lënë në librin e përshtypjeve në shtëpinë Muzet e Jasharëve në Drenicë. Po kush është Drenica? Cilët janë Jasharët? Drenica është krahinë tipike rurale, shtrihet në 700 km2 dhe përpën 6% të sipërfaqes së Kosovës. Përshkohet nga shumë rrugina, ka toka pjellore, ujëra të shumtë dhe pasurinë toksore. Popullsia e Drenicës është pothuajse e tëra shqiptare dhe jeton në 105 vende banimi. Musha mesatare e popullsisë është 23 vjeç. Pjesa veriore e Drenicës ka qendër administrative Skënderajin, ku këtu ka rreth 65.000 banorë, të cilët jetojnë në 50 fshatve. Një ndër fshatat më të rëndësishme të Drenicës është Prekazi, që ka 3.876 banorë, të gjithë shqiptarë. Ngjarjet e luftrat më të rëndësishme për shërimin kombëtar nga robëria turke e serbe janë të lidhura me emrin e Prekazit. Lufta e Tahir Metës, rezistenca e tij më 13 janar të vitit 1981, bashkë me të hatën e Biun, të birin e Emin Latit, bashkëluftëtar të Azem Bejtës, në kullën e tyre në Prekaz është vazhdimi i qendresës për ruajtjen e pragut e të nderit kombëtar. Është një prelud i sakrificës sublime në altarin e lirisë. Në Prekaz lindi komandanti legjendar dhe udhëheqësi i UÇK-s Adem Jashari. Cili është ky komandanti legjendar? Cilët janë Jasharët? Ademi ishte djali i vogël i Shaban Jasharit. Shaban Jashari kishte lindur në vitin 1924 në fshatin Prekaz. Ai kishte punuar si mësues nga viti 1949 deri në vitin 1952. Nga ky vit serbët nuk e lanë të kryente këtë emision të shenjtë, sepse tek prizat e rinj ai po edukonte ndjenjën patriotike në kundërshtim me regjimin e fuqi. Natë po Shabanin jo vetëm e përjashtua nga puna, por qeveria serbe vuri në shënjesër. Ai ishte martuar me Zadihe Geci nga Labusha dhe nga kjo martesë ato patën 14 fëmijë, por ju rritën vetëm 8, 5 vajza dhe 3 djem, si Havan, Infati, Hamzën, Zyllën, Sonjën, Qamilen, Halimen dhe Ademin, të cilët i rritën dhe i edukuan në mënyrë shembullore. Gad Shabani dhe nënsa e Deja, Ademi ishte djali i vogël i çiftit Jasharaj. Ai lindi në një ditë të shënuar, në ditën e flamurit dhe të pavarësisë së Shqipërisë, në 28 nëntor të vitit 1955. Donë se mbaroi shkollën e mesme teknike, asnjëherë nuk punoi në punë shteti. Martua me Adile Ramën nga Krashica dhe lindën 5 fëmijë: Urzimin, Fitimin, Shqipen, Ushtrimin dhe Marigon. Ademi ishte i qetë, ai fliste pak, megjithpamjen e ashpër, disi të frikshme. Nuk mbahet mend të ketë pasur ndonjë ngatërres me shqiptarët.
mendja rrinte gjetk. Mustakët vesh me vesh me mjekën e zezë, a ngjante si një re zezë, e cila lëvizte i kërcenuar për të shkrepur diku. I rritur në një kull ku flite vetëm për trimërinë dhe luftra shekullore të trimave për çlimin e Kosovës, ai që fëmijë i adhuronte heronjt. Kur nuk ndahej nga arma, qyshiri ai kishte thënë se gjendje. Sot në Kurrez të gjitha atyre funksionojnë vetëm individët e caktuar, cilët luajnë me karakterin, dinjitetin, tokën, moralin, popullin. Tani 10 antar të mbetur të familjes së Esharit jetojnë në harmoni të plotë. Ata Rifati, Liriana, Murati, Bekimi, Lozimi, Bashkimi, Shqipja, Besarda, Fasligu dhe Marigona. Ndërkohë kanë marrë dhe një nuse shmartuar Bekimi. Ata si gjithmonë krenar i dinjitos po ndërtojnë një jetë të re të tyre në djersën e vet. Për herë të pranishme janë edhe 5 bijat e martuara, motrat e Ademi Asharit, si cilat kujdesin për familjen në të cilat janë rritur edukuar. Me iniciatimin e Këshillit Komunal të Skënderaj, është vendosur të ngrihet kompleksi përkujdimor e Ademi Asharit, për t'ia kujtuar brezarve që vinë qëndresën heroikës të familje. Deri tani në këtë vend të shenjtë kanë vizituar dhe vazhdojnë ta vizitojnë qindra mijë shqiptar, ganë kanë rrugulli dhe shumë të huaj, ndërta edhe personalitete të shquara të jetës kulturore, politike e ushtarake. Dhe pas këtij reportazhi ju kujtojmë se jemi kthyer sërish këtu në transmetimet tona direkte në studion qendrore të televizionit Apollon, ku njoftohemi se e dërguara jon në Kosovë gazetarja Mukades Dervishi pret në linjën tonë telefonike për të na sjellë qandej imazhin dhe gjendjen aktuale të festës në Kosovë. Përshëndetje Mukades. Presim sapo të lidhemi. Ati? Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë si paraqitet gjendja, si është atmosfera festive në Kosovë? Është një atmosferë shumë festive dhe kjo atmosferë ka përfshirë gjithë qytetet e Kosovës. Gjithandej shikon të përhapur flamuj dhe banderola dhe gjithë Kosova duket sot kuqezi. Në për të gjitha sheshet dhe bloqet e pallateve shqiptarët kanë nisur të këndojnë dhe të kërcejnë. Më dëgjon? Po. Të paktën 60 firma ushqimore kosovare kanë vendosur ditën e diel, pra sot në mëngjes, gjatë bulevardit Nën Tereza në Prishtinë mallrat e tyre dhe i japin ato gratis për qytetarë të ndryshëm. Këta shqiptar kosovar do të jenë shoqëruesit e kësaj dite të gjatë që do të ndryshojë edhe hartën e Evropës dhe kur Kosova nuk do të jetë më pjesë e Serbisë. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj, pra është një atmosferë festive, po. Është një ditë e shumë pritur. Mëngjesi është të dukur i qetë, njerëz lëvizin në rrugë me makina, me flamuj, me pankarta të shumta në përduar, në për makina. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Majlinda, të shtunën ka zbritur të paktën 24 avion nga vende të ndryshme të botës. Me këto avion kanë ardhur shqiptarë të ndryshëm të cilët jetojnë prej vitesh jashtë Shqipërisë. Dua të theksoj këtu jo vetëm kosovare dhe qytetarë shqiptarë që jetojnë në mbar botën. Ka pasur një fluks shumë të madh në aeroportin e Prishtinës. Po Mukades, po gazetar, përveç grupit tonë të xhirimit, pra ka gazetar nga gjitha mediat? Gazetar nga gjithë bota, nga gjithë Shqipëria, nga gjitha mediat shqiptare. Në hotelin tradicional të Prishtinës, në Hotel Grand, janë përqendruar gazetar nga gjithë bota, nga Fiji, Arabia, nga Japonia që ishte nga televizionet e njohura, nuk diskutohet CNN, BBC-a. Është një festë e vërtet Majlind këtu në Prishtinë. Këndohet dhe kërcehet, ka grupe nga jugu i Shqipërisë që kanë ardhur enkas për të festuar ditën e pavarësisë. Kanë veshur flamuj, bluza me mbishkrime kushtuar Kosovës.
Ndërkaq nga ana tjetër, zonja Mukadez, si paraqitet gjendja nga politikanët, a janë para ata sot dhe çfarë është bërë konkretisht? Nuk e di nëse keni një informacion që mund të na jepni. Nuk të dëgjoj mirë, Melinda. Edhe një pyetje të lutem. Pra politikanët tanë dhe ata kosovara kanë hedhur një hap tjetër, çfarë zhvillime është ka patur? Deri në këto momente nga një reporter i RTK-s mësoj se zoti Sejdiu ka marrë pjesë në omazhet e kryera në varet e dy legjendarëve të mëdhenj të historisë Kosovës, Ibrahim Rugovës dhe Adem Jaçarit. Bile ai ka thënë ndër të tjera që do të isha shumë i lumtur, siç më thot reporteri i RTK-s, në qoftë se këtu sot me ne do të festonin këta dy legjendarë të historisë të Kosovës. Ka dalë për konferencë për shtypë zoti Thaçi në një deklaratë për mbledhjen e kuvendit të Kosovës. Po, pra mesazhi i zotit Thaçi ka qenë që ne do të dërgojmë një mesazh për mbar botën apo jo, që nga Kosova. Po. Mirë, atëherë mua s'më mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj për këtë lidhje direkte, ne do të jemi sërish bashkë për të na njohur. Linjat janë shumë të ngarkuara. Të gjithë reporterët që kam këtu pranë janë me celular në përduar me ziu kapën. Mirë, atëherë faleminderit Mukadez. Mirupafshim. Shikues të nderuar, ju kujtojmë se jemi në studion qendrore të televizionit Apollon dhe sapo jemi ndarë dhe kemi marrë një informacion nga gazetaria jone dërguar në Kosovë, zonja Mukadez Dervishi. Ne do të kthehemi sërish me një informacion të montazhuar së fundmi pikërisht për qytetin e Vlorës dhe do të kthehemi sërish këtu. Mira kosovar që u shpërngulën me forcë nga vatrat e tyre në pranverën e vitit 1999, gjetën stres dhe ngrohtësi në Vlorë, qytetin e flamurit dhe pavarësisë, për të cilat edhe ata kishin ndërruar dhe luftuar shumë. Në atë pranverë të vështirë për kombin shqiptar, Vlora u shndrua në një vatër ku dimensionet e vllazërimit ishin po aq të gjalla dhe të prekshme sa edhe në vitet e pavarësisë. Një udhëtim në Vlorën e 8 prillit 1999. Prej disa ditësh Vlora ka hapur dyert e zemrës për të ardhurit nga Kosova. Pjesa jetës së përditshme të qytetarëve janë tregimet për Kosovën e kosovarët, që të dëbuar forcërisht nga regjimi i Miloševićit, u nisën drejt Vlorës, qytetit të flamurit kombëtare të pavarësisë. Vlora i priti të ardhurit nga Kosova jo thjesht si miq që vinin së largu, por shumë më tepër si vëllezër, që për të shpëtuar mizorive serbe kishin lënë vatrat e tyre. Mitat Gjoleka strehoi në shtëpinë e vet një familje intelektualësh nga Gjakova. Gruaja mësuese, burri ish punonjës në sektorin e tregtisë së jashtme të ish Jugosllavisë dhe djali pinjolli vetëm i familjes, që sapo kishte nisur të thurte ëndrat në një nga gjimnazet e qytetit. Historia e tyre është tragjike, por ata duan të harrojnë atë, ndaj dhe nuk ndalen në detaje. Tani janë të mrekulluar nga pritja e shkëlqyer e vlonjatëve. Ata nxitojnë të mbërrijnë në banesat modeste, ku mund të bëjnë një dush, të hanë një drekë të pastër e të qetësohen disi. Por nuk harrojnë të shprehin mirënjohjen që uri për të riu shpresën për jetën, e cila mund të vazhdojë edhe pas kësaj. Shembuj të tillë janë të shumtë këto ditë në Vlorë. Të ardhurit nga Kosova janë bërë pjesë e natyrshme e jetës së qytetit. Ndjenja e solidaritetit e bashkëvuajtjes ka nisur të ri për të rijet në këto ditë të pazakonta. Pallati i sportit si pikpritja e parë dhe të gjitha shtëpitë dhe familjet vlonjate u shndruan në vatrën e shpresës që po rilind, këtu në Vlorën e flamurit, në Vlorën e pavarësisë. Ndërkaq, sot më 17 shkurt 2008, në atë pranverë të 9 viteve më parë dhe në rrethinat e saj, u strehuan rreth 22.000 kosovar, të shpërngulur me forcë nga vatrat e tyre. Pjesa më e madhe qëndruan nëpër familje. Mjaft të tjerë gradualisht u vendosën në 2 kampingje të mëdha që u krijuan nga ndërkombëtarët në periferi të qytetit të Vlorës, në ish fushën e aviacionit dhe në afërsi të fshatit Skrofotin. Fëmijët nisën të ndiqnin mësimet në shkolla publike jo publike të qytetit, krahas bashkëmoshatarëve të tjerë. Kjo deri në qershor të atij viti, kur trupat e NATO-s u vendosën në Kosovë. Ato ngjarje krijuan një lidhje edhe më të fortë mes vlonjatëve dhe shqiptarëve të Kosovës, të cilat vazhdojnë edhe sot. Mjaft qytetarë nga Vlora mbajnë kontakte të rregullta me ata që strehuan atë pranverë të 99-s, duke shkëmbyer vizita të ndërsjellta me ta.
Tani, në prag të pavarësisë së Kosovës, vlonjatët ndihen po aq të gëzuar sa edhe vëllezërit e tyre. Një ditë më parë, disa dhjetra qytetarë privatisht u nisën drejt Prishtinës për të qenë atje në evenimentin më të madh të shqiptarëve pas shpalljes së pavarësisë së vitit 1912. Në qytet ndihet atmosfera e festës. Ka nisur të montohet një dekor i veçantë. Pavarësia e Kosovës duhet të ndihet këtu pa aq sa edhe në Prishtinë. Përgatitjet kanë filluar. Prefektura dhe bashkia po hedhin së bashku programin e ditës së diel, kur sheshi i flamurit do të oshëtijë nga lajmi i madh i pavarësisë. E pra, si që jeni njoftuar për gjatë gjithë transmetimeve tona direkte dhe edicionit të lajmeve, gjithë Kosova sot është bërë nuse për të pritur qastin e shumë pritur atë të dasmës së madhe dhe gjitha është veshur kuq dhe zi. Por, kjo ngjyrë ka shumë gjasa që sot të ndryshohet në bazë të ngjyrës së re që do të vendoset për flamurin e saj, i cili do të zgjidhet nga krerët e politikës kosovare. Kjo ka mërzitur në një farë mënyrë mira banorë të Kosovës që këto ditë kanë vendosur flamujt shqiptar kudo. Ata janë të bindur se tashmë nuk ka asnjë ndryshim mes shqiptarëve dhe kosovarëve, pra mes qytetarëve të Tiranës dhe atyre të Prishtinës, të gjithë janë shqiptar dhe të gjithë kanë të njëjtin flamur dhe të gjithë kanë të njëjtin simbol. E kanë vendosur këtë flamur shqiptar me shqiponjë dhe do ta mbaj edhe pas shpalljes së pavarësisë. Do doja që të paktën shqiponja të mbetej një nga simbolet kombëtare të shqiptarëve në të gjithë botën, thoshte dje me keqardhje një qytetar banor i Prishtinës. Ndërkaq ai kishte vendosur flamujt e tij edhe në dyqanin ku ai shiste në ambientet e shtëpisë. Të tjerë janë bashkuar kësaj ideje duke vënë theksin tek fakti që të paktën një nga simbolet shqiptare të jetë i njëjtë me ato të Kosovës, dhe pikërisht propozimi i qytetarëve dhe politikanëve kosovar ka qenë që shkaba të mbetet ose së paku të mbeten ngjyrat të cilat të parafrojnë me flamurin shqiptar. Mirë, atëherë ne do të njihemi me një tjetër informacion dhe material të përgatitur këtu në studiot e televizionit Apollon. Nuk janë trembur as pak nga temperaturat e ulta. Prishtinasit dhe mbar kosovarët në një klim të ftohtë me termometrin nën zero, mijëra qytetarë në mbar Kosovën kanë festuar përgjatë gjithë natës në pritje të shpalljes së pavarësisë. Le ta ndjekim. Prishtinasit kanë sfiduar temperaturat teje të ulta të orëve të natës duke u gdhir dita e diel dhe kanë festuar shpalljen e paralajmëruar të pavarësisë së Kosovës, shtetit më të ri në botë. Duke përshkuar në këmbë apo me makinë rrugët e kryeqytetit kosovar, banorë të gjitha moshave, fëmijë, të rritur, të moshuar me flamuj kombëtar, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-s kanë festuar në mënyrën e tyre ditën e madhe në pritje të shpalljes së pavarësisë. Gjatë gjithë orëve të natës, kryeqyteti i Kosovës ka qenë zgjuar nga burit e makinave, fishek zjarre dhe tingujt e muzikës tradicionale. Grupe me disa qindra njerëz zhvendoseshin sa nga sheshi përpara Hotel Grand në sheshet e tjera të qytetit, pa poshuar së brorituri pavarësi. Ndërkohë, sipas një programi para ditën e së dielës, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të dorëzojë kuvendit kërkesën për një sesion të jashtëzakonshëm dhe më pas këtë kërkesë edhe do ta publikojë. Ngjarjet pritet të vijojnë me takimin e kryesisë së kuvendit dhe të grupeve parlamentare, si dhe me sesionin plenar të kuvendit të Kosovës. Pas kësaj parashikohen deklaratat për mediat nga drejtuesit e 3 institucioneve kryesore të vendit, presidentit Fatmir Sejdiu, kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetarit të kuvendit Jakub Krasniqi. Ngjarjet e ditës do të vazhdojnë me përurimin e obeliskut të pavarësisë përpara pallatit të Rinis në Prishtinë, me koncertin e Filharmonisë së Kosovës në sallën 1 tetori, me një koncert në sheshin e Prishtinës dhe me fishek zjarre në 4 vende të ndryshme në Prishtinë. Sot e gjithë Kosova feston për shpalljen e pavarësisë. Të gjitha komunat në bazë të një plani të detajuar të këshillave organizativ kanë përcaktuar aktivitetet që do të zhvillohen gjatë kësaj dite të madhe dhe të shumëpritur. Në përgjithësi, të gjitha qytetet e Kosovës i kanë rezervuar respektin e parë dëshmorëve të kombit, nëpërmjet vizitave ceremoniale që krerët më të lartë të komunave do të zhvillojnë në varrezat e dëshmorëve dhe në banesat e të afërmve të tyre.
Në qytetin e Prizrenit, një flamur rreth 3 kilometër i gjatë dhe që simbolizon heroin kombëtar të Kosovës, Adem Jasharin dhe lidhjen shqiptare të Prizrenit, do të përshkojë gjithë unazën e qytetit të lashtë dhe historik. Flamuri me gjatësi sa unaza e qytetit do të mbahet nga 1575 njerëz. Ndërkohë, dita e sotme sipas burimeve të komunës së Prizrenit do të vijojë me programe të shumta, të organizuara nga shoqatat kulturore artistike. Krerët e komunës së Prizrenit u kanë bërë thirrje qytetarëve që në këtë ditë të madhe festive të jenë sa më dinjitoz dhe ta kremtojnë atë në mënyrë sa më të kulturuar. Në zonën e Prizrenit bëhet e ditur se janë në gatishmëri të plot forcat e policisë së Kosovës dhe KFOR-it. Ashtu si në Prizren edhe në qytetin e Gjilanit në lindje të Kosovës, qytetarët ndjehen të emocionuar për shpalljen e pavarësisë. Festimet në këtë qytet kanë filluar që të premten për të arritur kulmin në momentin e shpalljes së pavarësisë. Kryetari i kësaj komune, Qemal Musfaku, shpreh se prej më shumë se një jave një bord është ngritur posaçërisht dhe po punon për organizimin e festimeve, ndërkohë që rreth 99% e aktiviteteve është iniciative qytetarëve të Gjilanit. Mësohet se edhe në këtë qytet gjithçka është nën kontroll. Shumë banorë të fshatrave të kësaj zone do të vinë në Gjilan për të festuar. Edhe në qytetin historik të Gjakovës, festimet për pavarësinë e Kosovës kanë vazhduar deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku nuk është shënuar asnjë incident. Qyteti i Gjakovës me një histori që nis që nga antikiteti pas luftës së vitit 1999 ka lidhje me Shqipërinë përmes dy pikave kufitare, atë të qafës së Prushit dhe qafës së Morinës. Jemi kthyer sërish në studion e televizionit Apollon. Ju kujtojmë se jemi në transmetime direkte. Ndërkaq një deklaratë ka ardhur së fundmi këtu në studion e televizionit Apollon nga konferenca për shtyp që ka bërë ditën e sotme Ministria e Integrimit Majlinda Bregu për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Ajo është shprehur se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, rajoni shkëputet nga një e kaluar problematike dhe të gjitha vendet së bashku shohin drejt një të ardhme të përbashkët europiane. Këtë ditë po e presim me një emocion të veçantë, por edhe me qetësi, sigurisht edhe me entuziazmin që shoqëron një moment historik. Jo vetëm për Kosovën, edhe për Shqipërinë, por për gjithë Ballkanin dhe rajonin, pse jo edhe për Serbinë, pasi shkëputen nga një e kaluar problematike dhe së bashku shohim drejt një të ardhmeje të përbashkët europiane, ka deklaruar në fjalën e saj zonja Bregu. Në këtë drejtim ajo ka vlerësuar se kjo është edhe perspektiva e qartë, të cilën Kosova do ta ndjekë shumë shpejt, pra në momentin që do të shpallet shteti i ri, rruga dhe rrugtimi drejt bashkimit evropian është shumë i sigurt. Ministria e Integrimit Evropian Majlinda Bregu ka vlerësuar edhe shpalljen e pavarësisë si krijimin e një mundësie për një politikë më të mirë fqinjësie në rajon dhe në marrëdhënie më të mira bashkëpunimi midis të gjitha vendeve të rajonit, pra jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe Shqipërisë, Serbisë dhe shteteve të tjera. Ndërkaq në fjalën e tij, kryeministri i Kosovës Zoti Thaçi është shprehur se harta e botës po ndryshon, një shtet i ri po lind. Ai është shprehur gjithashtu se ka qenë në një fazë të tillë që Kosova po i çon mesazhe gjithë botës, mesazhe paqeje për mbar njerëzimin. Me këto fjalë ai është drejtuar gjithë popullit kosovar, gjithë qytetarëve të thjeshtë. Ndërkaq në daljen më të fundit për publikun përpara shpalljes së pavarësisë, ai ka shpjeguar se Kosova tashmë po hyn në një fazë të re, atë të zbatimit të reformave për të arritur sa më shpejt në integrimin e Bashkimit Evropian dhe në NATO. Ne, tha ai, po ecim përpara dhe po i tregojmë botës se dim të festojmë me dinjitet. Festa ka nisur prej ditësh dhe askush nuk mund ta ndalojë atë. Ndërkaq ai është shprehur se duhet edhe të menaxhojnë emocionet e tyre përgjatë fitores dhe shpalljes së pavarësisë. Një incident etnik do ta dëmtonte shumë imazhin dhe shpalljen e pavarësisë së Kosovës, ka vijuar Zoti Thaçi në fjalën e tij. Ai ka thënë se duhet të respektojmë të gjithë dhe unë jam optimist se kjo gjë do të bëhet. Ky është mesazhi që ne do t'i japim ndërkombëtarëve në këtë ditë
festive, e ka mbyllur deklaratën e tij zoti Thaçi. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare për të rikthyer sërish këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Atëherë, siç e patë edhe nga pamjet dhe do të njiheni edhe më tej me pamjet për të sjellë këtu në studion e televizionit Apollon atmosferën që po zhvillohet në qytetet kryesore të Kosovës. Pikërisht në Prizren, në Prishtinë ka qenë festa më e madhe ku i gjithë qyteti është veshur kuq dhe zi. Siç e shikoni, njerëz vërshojnë në rrugët e qyteteve, të cilët presin të japin mesazhin e shumëpritur për një ditë të madhe, për një pavarësi, për një shtet sovran. Nga sa jemi njohur edhe më përpara nga pamjet që ju po i shikoni të ritransmetuara këtu dhe në pamje live pra nga Prishtina, të gjithë qytetet dhe qytetarët kanë dalë në qendër të këtij qyteti në delir dhe janë përullur mbi portretet. Ja pra shikojmë dhe Ibrahim Rugovën, një nga figurat kryesore i cili ka luftuar për të fituar pavarësinë e Kosovës. Njerëzit pra siç e shikoni kanë mbushtuar sheshet me flamuj në duar, ndërsa notat e gëzimit kanë arritur maksimumin. Ja pra kemi sërish fotografinë e Ibrahim Rugovës, të cilën e mban një qytetar nga Prishtina. Siç e shikojmë edhe nga pamjet, ka dyndje dhe radhë të gjata, të cilat kanë pushtuar rrugët kryesore të qyteteve. Në çdo cep të Prishtinës mësohet se buçasin të djemë dhe vajza të veshur edhe me kostume popullore madje, ndërkaq në ekran ju po shikoni të shoqëruar me flamuj. Siç e shikojmë pra është flamuri shqiptar, ai i shumëprituri që vetë qytetarët Prishtinas dhe kosovarë nuk kanë dashur ta ndryshojnë, pra kanë dashur të mbajnë një simbol njësoj me atë shqiptar, ndërkaq sa po pam një valle në sheshin qendror të kryeqytetit të Kosovës. Ja pra ku po kërcejnë vëllezërit tanë kosovar, të cilët janë në pritje të orës së madhe. Pra është ora 15, ajo që do të shënojë mbledhjen e kuvendit të Kosovës. Nga këto pamje duket se shteti i ri ka lindur me të vërtetë në Kosovë, pasi është entuziazmi i madh i qytetarëve ai që më së tepërmi e pohon këtë. Kemi të shoqëruar dhe flamuj të Bashkimit Evropian. Ju kujtojmë se jemi në lidhje direkte nga Prishtina, pra po shohim pamjet në këtë orë, ku pak minuta në ndajnë nga qasti i shumëpritur. Kjo festë është kthyer në një festë madhe, ku gëzoni madh dhe i vogël. Prishtinës po festojnë ashtu sikur se din të festojnë shqiptarët. Mësohet se deri tani nuk është shënuar asnjë incident, edhe pse ka patur turma të mëdha njerëzish në rrugët e çdo qyteti. Mira njerëz presin me entuziazëm pra krijimin e shtetit më të ri në botë. Sipas burimeve jo zyrtare, por nga gazetarët tanë të ndodhur atje, deri tani nuk është shënuar ndonjë çast i veçantë përveç asaj të festës, pra nuk ka patur probleme.
Shqiptarët e Kosovës po festojnë duke respektuar të gjitha rregullat dhe qetësinë e duhur në raste tubimesh të mëdha siç është kjo e sotmja. Forcat e policisë së Kosovës, të shoqëruara këto dhe nga shumë forca të KFOR-it, ndodhen në gatishmëri të plotë, ndërkohë që qarkullimi i makinave është ndaluar, nga sa tregojnë pamjet në të gjitha rrugët kryesore të qyteteve. Kjo festë është ndier shumë në qytetet kryesore të Kosovës si Gjakov, Pej, Prizren, Gjilan, pasi siç ju kemi njohur edhe me informacionet e mëparshme, ata e kanë gdhirë për gjatë gjithë natës në sheshet kryesore duke festuar. Ju kujtojmë se jemi në pamje direkte nga qyteti i Prishtinës, ku të gjithë njerëzit që po festojnë janë veshur kuqezi. Kosova e pavarur ka bërë që gjithë vendi pra të jetë në delir, siç e shikojmë dhe nga pamjet. Prishtina ka nderuar portretin e Adem Jasharit, duke ju drejtuar me dedikimin "Po bacu krye". Pra diçka që ne kemi lançuar dhe më parë në transmetimet tona direkte, tha që ndërkohë ka deklaruar i emocionuar se festa nuk mund të ndalet nga askush. Pra është një drejt për të gjithë qytetarët e këtij vendi, për të gjithë këta qytetarë të afërmit e të cilët dhe vetë këta kanë derdhur gjakun për ta fituar këtë ditë të sotme, në pritje të pavarësisë, në pritje për të qenë një shtet sovran. Ndërka që jemi kthyer sërish pas këtyre pamjeve këtu në studion qendrore të televizionit Apollon, ku do të njihemi edhe njëherë me situatën dhe atmosferën festive në qytetet më kryesore, pra siç e tham në Prizren, në Gjilan, ku shumë familje shqiptare kanë vendosur në për oborret e tyre, në për dritaret e tyre, flamuj dhe simbole të cilat lidhen me ditën e shumë pritur me 17 shkurtin 2020, e cila do të gdhendet në historinë e njerëzimit, e cila do të gdhendet në mendjet e të gjithë shqiptarëve. Pra janë jo pak, por janë një numër i konsiderueshëm kosovarësh edhe në qytetin e Fierit, e cila është një popullsi prej 11.000 banorësh, pra 20% e gjithë popullsisë heterogjene të qytetit Fierit. Ndërkaq ne do t'ju njohim edhe me situatën aktuale në qytetin e Prizrenit, pra një informacion i dërguar nga gazetarja jon atje, Mukades Dervishi. Ajo shpreh në emailin e saj të dërguar këtu në studion e televizionit Apollon se Prizreni është skuqur krejt. Banorët duket se kanë zgjedhur të numërojnë me padurim minutat mbrapsht. Është ajo që sapo lançuam pak më parë, të nderuar shikues, që të gjithë kanë veshur petkun kuq e zi. Pra është e vështirë që këta shqiptar, këta vëllezër të shqiptarëve të ndahen nga simboli ynë i larë në gjak, do të thosha unë, kuq dhe zi, të cilën ata e kanë kërkuar që ta mbrojnë, madje dhe në ndryshimet e simboleve, sepse nuk është vendosur ende çfarë ngjyre dhe çfarë simboli do të mbajë flamuri i tyre. Vetë qytetarët e Kosovës kanë kërkuar pra që të jetë të paktën ngjyra ose simboli i shkabës. Ndërkaq zonja Mukadez ka treguar se njerëzit urojnë njëri tjetrin për pavarësinë. Ata edhe pse në festë zyrtare nuk është shpallur, pra momenti i festës së madhe, ata e njohin Kosovën, vendin e tyre si të pavarur. Pasi siç është shprehur një qytetar, në sy tan, thot ai, nuk ka ankth. Dhe kjo tregon që gjithçka do të mbashkojë, pra që shteti i Kosovës do të bëhet njësoj si shtetet e tjera kosovar, si shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, pra do të jetë dhe shteti i Kosovës. Këtë e kanë thënë dhe presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi, ndërkohë që pritet dhe pak minuta na ndajnë për të mbledhur kuvendi i Kosovës, që ne do të kemi mundësinë të lidhemi direkt dhe me pamje, do të kemi mundësinë të lidhemi dhe me gazetaren tonë të dërguar atje, pra me grupin tonë të xhirimit, ndërkaq ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare për t'u kthyer sërish, për t'ju dhënë nga afër materialet dhe informacionet
të ndodhura në qytetet kryesore të Kosovës, duke lidhur atë dhe të mos harojmë sepse dhe Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhej disa minuta përpara se Kuvendi i Kosovës të mblidhej për pavarësinë e saj. Dhe ne do të sillim nga afër, drejt për drejt, pra gjithçka nga zhvillimet më të fundit. Shkëputemi për një hapësirë publicitare. E shumë pritur e Atëherë pas kësaj atmosfere që na sollën vogëlushët tanë me këto himne kombëtare, ne do të kthehemi sërish bashkë për të sjellë afër jush edhe
atmosferën e krijuar në kryeqytetin shqiptar pra në Tiranë. Kryeqyteti i Shqipërisë ditën e sotme është përfshirë pra siç e dini nga një atmosferë festive, ashtu sikurse edhe qyteti i Fierit, pra nga informacionet që neve kemi përçuar tek ju, në çdo rrugë, në çdo institucion shtetëror apo në banesa shet të ngritur flamurin kuqezi. Ndërkaq nëse është e mundur nga regjia, ne mund të njihemi dhe me pamjet direkte në Prishtinë. Gjithsesi do të vazhdojmë pra me atmosferën e krijuar në kryeqytetin tonë. Një atmosferë e tillë pra në kryeqytet është vënë re në rrugët kryesore dhe dytësore, ashtu sikurse edhe në qytetin e Fierit. Flamuj, banderola kanë zbukuruar rrugët, sheshet, balkonet e shtëpive, madje dhe sy të zënë njerëz të veshur me flamurin ton kombëtar kuqezi. Ndërkohë, rreth orës 10 të ditës së sotme në kryeqytet ka nisur edhe veprimtaria e lançuar qysh ditën e djeshme, shëtitja e lirisë organizuar nga bashkia e qytetit, dhe duket se nga jo orë ka nisur edhe mbi popullimi i rrugëve, ku njerëz janë veshur me rrobat kuqe dhe marshojnë nga sheshi Nën Tereza për të vijuar më pas në bulevardin Dëshmorët e Kombit deri tek stacioni i trenit. Ju kujtojmë se pamjet që po ndiqni në ekran janë pamje direkte nga Prishtina. Ndërkohë në shumë ambiente është vendosur një monitor i madh ku qytetarët të gjitha moshave ndjekin pra lëvizjet dhe zhvillimet më të fundit nga kryeqyteti i Kosovës, pikërisht nga Prishtina, nga zhvillimet më të fundit ku disa minuta na ndajnë pra nga mbledhja e kuvendit në Prishtinë. Ndërkaq po në qytetin e Tiranës vazhdon atmosfera festive, ata mbështesin kështu nga ana morale të gjithë bashkë shqiptarët, do thosha unë kosovar, të cilët po festojnë në petkun kuqezi. Një numër i madh banorësh të kryeqytetit, të cilët mbajnë në duar flamuj kombëtar, por edhe disa flamuj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe të Bashkimit Evropian, ndodhen të përqendruar në sheshin Skënderbej, ku tregtar të shumt kanë ngritur edhe çadra dhe ofrojnë pra një gjest bujarie që gazetaria Jone dërguar në Kosovë përçoi dhe për në qytetin e Prishtinës. Pra me një çast bujarie ata ofrojnë pije dhe ushqime të ndryshme, ashtu siç e ka zakon dhe traditë çdo shqiptar, pra mikpritjen. Pas ditën e sotme pritet që në sheshin qendror të Tiranës të zhvillohet një koncert i madh me pjesëmarrjen e këngëtarëve më të mirë të Shqipërisë. Ndërkohë që ne do të vijojmë po me atmosferën festive të Tiranës, sipas një vëzhgimi të kryer nga tregjet kryesore, ka patur edhe një rekord shitjesh, por cilat kanë qenë shitjet? Kanë qenë pikërisht flamuj dhe simbole të tjera, të cilat mbështesin fuqishëm pavarësinë e Kosovës. Ndërkaq ne do të largohemi për pak minuta për publicitet dhe do të kthehemi sërish. Atëherë jemi kthyer sërish këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Televizioni Apollon dhe grupi ynë i gazetarëve kanë bërë një rezume se si e kanë fituar pavarësinë ish Republikat Jugoslave. Për të qenë më afër, pra se sa e mundimshme është të fitosh pavarësinë, të jesh një shtet i lirë dhe i pavarur, dhe do ta fillojmë me Beogradin. Pavarësia e Kosovës që do të shpallet sot do të jetë faza e fundit e shpërbërjes së Jugosllavisë, e cila fitoi në vitet 90 në luftrat që u bën në Ballkan. Kosova nuk ka patur kurrë statusin e republikës në gjirin e Jugosllavisë, një arsye më shumë për Serbinë, që kundërshton pavarësinë e saj duke konsideruar atë si djepin e historisë dhe të kulturës së saj. Ja si e kanë fituar pavarësinë ish republikat Jugoslave. Slovenia.
Republika e parë që u shkëput nga Federata Jugoslave dhe fitoi pavarësinë e saj relativisht në mënyrë paqësore. Në 23 dhjetor të vitit 1990, 80% e slovenëve u shprehën pro referendumit për pavarësinë e saj, e cila u shpall në datën 25 qershor të vitit 91. Pas 10 ditësh, nga 27 qershori deri në 6 korrik, përpjekjet me forcat slovene, Armata Popullore Jugoslave u tërhoq nga Slovenia, kështu që ajo u shpall një republikë më vete, pra një shtet i pavarur. Do të vijojmë më tej me Kroacin. Ardhja në krye të shtetit në 30 maj të vitit 1990 u shoqërua me ndryshime të mëdha kushtetuese, të cilat ngjallën pa kënaqësi të mëdha në Serbi. Krajinat kroate të populluara me serb shpallën autonominë e tyre në datën 21 dhjetor të vitit 1990. Me referendumin e 19 maj të vitit 1991, që u bojkotua nga serbët, të cilët përbënin 12.6% të popullsisë, pavarësia mori 92% të votave. Ajo u njoftua në të njëjtën ditë me atë të Slovenisë dhe u bë zyrtare më 7 tetor. Ndërkaq nga ana tjetër, konfliktet e armatosura mes forcave kroate dhe armatës jugoslave u shndruan në luftë të gjerë, që zgjati deri në vitin 1995. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më shumë se 30 vende e njohën pavarësinë e Kroacisë. Kroacia dhe Republika Federale e Jugosllavisë e njohën njëra tjetrën në gusht të vitit 1996. Atëherë do të shkëputemi sërish për pak spot publicitar. Ju pëlqen të fiksoni gjërat që në fillim? E kujt nuk I pëlqen? Tani mund të fiksoni normën më të ulët të interesit të bankës për kredinë në shtëpisë suaj, duke filluar nga Euribor plus 2.5% e fiksuar një herë për gjithmonë. Nxitoni të aplikoni tek ekspertët tanë të kredisë për shtëpi, që të përfitoni nga kjo ofertë deri në 15 shkurt 2008. Si duket? Nuk lëviz, jo. Kredi për shtëpi nga Raiffeisen Bank. Jemi kthyer sërish këtu pra në studion qendrore të televizionit Apollon, ku do t'ju njohim për ta thyer paksa atë ritmin me simbolet dhe flamurin e Kosovës. Ende administruar nga OKB-ja, Kosova nuk ka as himn, as flamur shtetëror dhe as simbole. Ndërkohë që kosovarët parapëlqejnë flamurin kuqezi, siç ne e kemi lançuar dhe më përpara, të nderuar shikues, me shqiponjën me dy krerë, si ai I Shqipërisë. Ky flamur u mbajt në betejat e luftëtarëve shqiptar etnik të UÇK-s kundër represionit serb. Ai valvitet në ndërtesat qeveritare në shtëpitë e gjithë Kosovës, por shihet si jo I dur nga fuqitë perëndimore që kërkojnë një flamur neutral që nuk do të thyej 120.000 serbët e Kosovës. Më shumë se 15.000 propozime janë bërë për flamurin dhe simbolet e Kosovës, ndërkohë që janë pranuar vetëm 3 propozime. Paragjykimet etnike nuk janë të mira, thot Fadil Hysaj, shefi Komisionit për vlerësimin e propozimeve. Flamuri duhet të jetë I lehtë për të vizatuar nga një fëmijë 6 vjeçar dhe duhet të përfaqësoj Kosovën si një të tërë, ka shtuar ai në fjalën e tij. Mentor Shala dhe Besnik Nuli, të cilët janë ndërmjet finalistëve, propozuan një hartë të Kosovës të bardhë me një fushë blu dhe të rrethuar nga 5 yje. Shala thotë se ylli më I madh do të përfaqësojë shqiptarët që përbëjnë 90% të popullsisë 2 milionëshe të Kosovës. Flamuri ynë duhet të fitojë pasi përfaqëson realitetin në Kosovë dhe gjithë njerëzit që jetojnë në të, ka vjuar në fjalën e tij zoti Shala, ndërkaq që Orkestra Filharmonike e Kosovës
Njoftohemi se po përgatitet për shfaqjen më të madhe të historisë së saj të shkurtër, Odën e gëzimit të kompozitorit gjerman Beethoven. Hotelet janë plote për plot me gazetar, një atmosfere sjell pak më parë këtu në studion e televizionit Apollon me ekipe televizive, ndërkohë që OSBE-ja i ka thënë stafit i ri larg të shtonave nga gëzimi në ditën e madhe të kosovarëve, kudo që ajo të jetë. Jam i mrekulluar që jam gjallë, që mund të drejtoj orkestrën në një ditë të tillë, thot dirigjenti Jashari. Ne sigurisht do të luajmë himnin europian, Odën e gëzimit në ditën e pavarësisë, ka shtuar ai. Dritaret e sallës së koncerteve janë të hapura dhe njerëzit në rrugë ndalojnë për t'i dëgjuar ato. Ata nuk kanë dëgjuar ende himnin e Kosovës, pra një himn që siç e tham pak më parë nuk ekziston aktualisht. Një gazet kosovare u kërkoi bastaxhinjve të vinin bast për 17 shkurtin dhe Galeria e Arteve po i jep dorën e fundit një ekspozite me temë nga pavarësia. Rruga Nën Tereza që të çon në ndërtesën e parlamentit ku do të lexohet deklarata e pavarësisë është një rrugë e përsosur, e shtruar me granit dhe e mbushur me pemë dhe stola, ndërkohë që ndërtesat janë lyer rishtas, por në çfarë ngjyre? Në ngjyrën kuqezi, pra disa minuta përpara shpalljes së pavarësisë, pasi siç ju kemi njoftuar në orën 15 do të mblidhet Kuvendi i Kosovës. Ndërkaq njoftohemi se në këto çaste është mbledhur